Në reagoj, botë reagoj. Sepse i thot, unë e vetë jem kënë të e pa live momentin kur ka ndodhë në zhara. I thot një herë, dyje, balmo është një njeri që nuk merë vesh Alba. Alba pe di, e ban me qëllim për me qitë prej vetës dalë që në ketë. Mirë po vjen një moment që ta bjerë shpirtin në fët. Jo sprejen, po vallaj nuk e di unë që shkisha mujtë me reagu. Sepse po të lusë si njeri, balmo, edhe kjo nuk o prekje fizike, jo është prekje fizike, sepse ti po gjun diçka e cili po mprek mu, edhe që ajo që po mprek mu nuk është në regull me mu, është të iritu mu. Jetu ma që nuk është ta privatsin tem që unë e kom duke të në larga mu. Saktësisht, ti mund është me najtë që atje edhe unë që qito. Unë e te dollë që jem shumë në regull, do me thonë po. Mund pëlqen, dollë që ka ndodhë, sepse është e murë dënimin për qatë punë, publikut nështë ta nuk ju ka do këmjaftu shumë egër qaj, nuk po thëmë që është në regull. Unë i kërkoj falje publikut për ato pamjet që i kam po, Sakt, nuk po thëmë që është në regull që ka bo dalë, që mirë po peshuhim situatën edhe në bazë të qasaj situate, unë pe arsyetoj veprimin e sajna, nuk po thëmë që në regull të kem të kjartë, veç pe arsyetoj veprimin e sajna. Mirë po, qka nuk muj me arsyetu, nëse hina në qatë mes që u po kita jo vedo, nuk muna me arsyetu, labinotin ka shi labit. Do me thonë, mu që me pështy në ftyrë, mja kap cigarën, ajo nuk është marë si to. Ajo ishte diçka mërshme dhe u po. E këtu është me jazgot dorën labinotit të ri. Do me thonë, a i matët mira, labinotit matët mira, gabiri edhe enal. Do me thonë është me jazgot dorën, që shmunët me menagju mlefin e tina në karshin atina. Do me thonë është me azgadorën. Djelza, unë u habita pak edhe prej dinit edhe prej opionistëve që momentin kur Alba thejke non-stop tim ke gjujt mu më ftyrë, tim ke vrajt as që kujtu Albës momentin kur Alba e ka gju me jastak në ftyrë Elionën. Alba zakonisht dhe që shikon tjerë. E po qëto është problemit e artikulimi i mranshëm i banovre, të cilët nuk i menojnë sanët edhe nuk i pojnë sanët kur është momenti, mi thonë. Po jepin dramës tjetër kahje. Në shumë shpesh po thonë o zëtë, se se kanë gojën tem që të mrenë. I harrojnë pytjet, me disha kishë bërë. Skalojnë. O 24 ora allaka. Debatin të themi labin me labinotin. Labin përgjigje nga ju dy. Labin tashmë e kemi pa, nuk na vjen çudi prej veprimeve të tij, se që nga fillimi labi ka funksionu vetëm me informacione nga jashtë. Apo mendon që labi nuk ka stop? Labi e vërtet nuk është që ka stop edhe nuk është që i mendon veprimet paraprakisht ose që mundet me i shkaktu dëm tjetrit. Përveç atyre informacioneve nga jashtë që e kemi pa që e bën me secilin banor, kjo mendoj që është loja vetëm e labit, edhe ai gjesti që e mori pijen energjike dhe hodhe në drejtim të vetin, kënë se i hodhe labinoti i ri, pro theme, kjo skandalozë, se na gjithë tjerë të kemi pa, edhe thjesht labi nuk e den ku është stop, edhe nuk e den me kontrolu veprimet e veta. Pastaj më pengon mas shumë të fakte që në prime gjithmonë është i njëjti, viktimizohet, kërkon falje dhe vazhdo me të njëjtin avaz. Kushtrimit pak jaftofi? A din i ra pak? Tani lipi medaleve me të labi, ma si du shkurta. Jo, në mendoj që ke thjesht hajgare aty kur tha po du me dalë ma si du shkurta. Jo tha si ju mërzit, e po vetën që dul katastrofën prime. Saj përket labi, do më tonë, nuk e di. Mes shkurtës e labit, pram ku pas që me dalë labi, dorën zamën. Për ketë këto ofendimet, te që se i thuvesh një fjallë, a i ka me ta gjetë një lidhje tjetër që e ka gjithë shysh me ta përmen UÇK-n, patriotizmin e tinaj, që deqtash sështë që ka bona i sem për patriotizm, që me përmen qatë shpesh, patëm edhe rastin e kushtrimit, që kurse ka përmen në prajnë e tha, abedin. Cara, me ndonë që kjo eliminim i shkurtës labin do e vetë disaj pak mund të theme? Ska me vidisu, po besoj që javë në vazhdim labi ka medaljes. Jo, do njëzë djelza që pjokin me një parmen. Uj, ku kime në ndrëm për zakonin sa rana. Po njëti ka me konë, nuk është... Miftar, falenderit shumë që ishte knatësi djelza. Falenderit, knatësi. Ne do shkëputemi me pak marketing dhe në pjesën e 2 do e presim të eliminuarën e parë. Kthehemi pas pak.